Përshëndetje goca, mirë se keni ardhur në kanalin tim në një tjetër video. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Po e filloj mas dite këtë video, sot është e hënë, edhe tani e hapa kamerën, sepse tani sa po dola me Zoin dhe thash të hapim pak, të tregojmë se çfarë do bëjmë. Jo ndonjë gjë kush e dia. Sot kemi ndetur gjithë ditën në shtëpi, ka qenë kohë e keqe, nuk e di sa duket, tani sikur janë hapur pak ret, por është kohë e keqe për qenë. Ftohtë nuk është aq shumë, 7-8 a 9 grada, 10, nuk e di diçka e tillë, më poshtë jo. Siç mund ta shikoni, unë kam veshur një bluzë me kallgjata më të hollë dhe tani jemi duke dalë nga rruga e biçikletave që quhet këtej në Gjermani, ose rruga komisorëve që ecin me shëtitje që bëjnë prap, dhe do takojmë me shoqen time, pasi ajo del çdo mbasdite, bën vrap, ecje, edhe thash ok, pse jo, po dal edhe unë sot me Zoin, meqense nuk kemi dal shumë me thënë drejtën, nga koha e keqe, edhe nuk dua ta lëm me Zoin pa dal. Rodrigo, të hapet goja me mama? Këtu kaloj tu, se po u rregulloka kjo. Okej, këtu. Edhe thash dalim. Gjellën e të gjitha gjërat i kam në rregull. Kam bërë një supë me makarona të vogla dhe me perime. Edhe voilà, pse jo, shiko sikur po del dielli, Edhe nesër e ka dhënë shi këtej. Në fakt edhe pastaj do hapi koha. Gjithsesi, unë jam rregullu sepse kam bërë dhe një 2 video për TikTok, edhe kam veshur këtë trikon, siç u thash që më kanë zgjedhur gocat në TikTok pasi kam bërë një video atje. I kam njësoj 3 ngjyra dhe më sugjeruan këtë të zezën. Shikoni, kam harru edhe rrethi në kokë. Pasi dola me shpejtësi, se e patëm lënë nga ora 3:30, Zoi fiksat heru çu. Jo sa e bëra gati, sa e ndrova pak bebelinën, edhe kam harru rrethin. Gjithsesi, s'ka gjë se mos t'i mbaj baluket përpara. E heqeve aty te karroca. Edhe kështu njerëz. Tani duhet kalojmë pak semaforin, rrugën andej, edhe kaq për sot. Ç'të di, besoj se do kemi ndonjë gjë tjetër interesante. Dje, si ditë e diel nuk kam filmuar fare, pasi dje ka qenë dita në shtëpi, duke bërë punët e shtëpisë. Uj, goja jote bukur do gjumë, aj mama, do gjumë ti? Edhe kështu ka ikur dita e djeshme, me punët e shtëpisë. Hej goca, ne sa po erdhëm në shtëpi, po i tregoj pak se çfarë kam bler, sepse ktheva pak në market. Kam bler vezë ullin, dashuria ime e përjetshme, buk, nga kjo baget morëm 2 qumësht, mora një maja buke, pluhur, kam marrë 2 kosa grek, se nuk ishim, mora 2 kefir, këto ishin në market. Kam marrë kos grek sepse do bëj me këto biskotat, atë ëmbëlsirën thonjza të famshme që ka dalë në TikTok virale, ndoshta mund t'jem e fundit që do ta provoj, por s'ka problem. Gjithsesi, mua më kujtoa kur doli kjo, kur na bënte mami me biskota të tjera, normalisht me kos, çdo lloj kosi. Madje unë Zoit i kam bërë me biskotat e bebave me kos, edhe ajo e ha. Gjithsesi, do bëjmë këtë sot, do ta provojmë. Ktheva edhe tek DM, mora një kështu për të larë dhëmbët e Zoit, pa florid, pasi ajo merr vitamin D. Nuk gjeta atë furçën që futet, që është si furç, që futet e gishti dhe t'ja laj. Por gjithsesi, do dal prap nesër, kështu që mora si kjo. Në fakt, vetëm kjo lloj ishte, që ishte pa florid, ato tjerat ishin me këta edhe nuk më duheshe. Mora atë, tek Tike Maxi shkova normalisht prap, mora këtë për ujë, pasi nuk po gjej karar me këto shishet, çka quhen këto, të ujit. E mora pak të holl, jo shumë të trash, pasi kështu këta e nxinte tamam tek ajo ku majzojnë karrot, që është ajo që man bidonat. Dhe mora këta, thash ok, hajt, 12 euro, 13 sa ishte. Gjithsesi, të DM përsëri mora një
micelar. Kishin dalë këto të me i bëllin, ose ndoshta nuk i kam parë una, por thash okej, ta provoj, se nuk kam. Kështu i kam vetëm larës që lahet tamam fytyra me shkum, kurse kështu që të heq me kapin pa me thënë ujë micelar nuk isha, se ka raste që përtoj ta laj e bëj me këta edhe s'ka nevoj ta lash fytyrën. Kështu goca, tani unë do sistemoj që këto, se ne s'kemi ngrën as drek, do ngroh pak gjellën që dje që kam supë, edhe duhet sistemoj pak shtëpin, do shifemi prap. Hej goca, ja ku jam këtu, kam vendosur mikrofonin sepse sa po bëra një video për në TikTok, kam bërë këte kosin me këto biskotat, do me thënë cheesecake-un, si i bie, si e qunin ata, këtë të famshmin, trendin që doli në TikTok, besoj se e keni parë gjithë. Ups, oha. Dhe më duket sikur unë kam ngele vetmja pa e bërë, mund t'jem e fundit që e bëj, gjithsesi s'ka ndonjë gjë, se s'është se e kam me detyrim. Tani, kjo unë po e bëj me këtë djathin, me kosin grek, si që thash. Këtu po bëj pak shtres me kos, që mos t'i vendos direkte ato biskotat pas një gjë poshtë. Madje do i bëj dhe zojit pak. Do në dhe ajo zemra mamit. Zojt ja bëj këtu ona. Dhe do vendosim to tani këtu. Më tregoni nëse ju e keni provuar këtë goca. Se mua nuk është më duket ndonjë gjë kush e di me thënë drejtën, se ne jemi mësuar me këto, kur kemi qenë të vegjël që na bënte mami me kos apo me qumësht biskotat gjithmonë. Nuk është se si na duket, besoj. Ndoshta, ajo gjë që mund të bëj diferencë normalisht është biskota, se kjo është biskot jo si ato që kemi ngrënë atëherë, jo të lira. Kuptoni? Edhe kjo mund të jetë ajo gjëja që mund të bëj pak diferencën, gjithsesi. Thash, okej, hajt po i provojmë. Në fakt, nuk e di e thash apo jo, po këte Aldit e Lidli ku unë bëj më shpesh markete, që shkoj blej ushqimet, nuk ishte si këto biskotat. Radh kam pa unë atje dhe s'kam parë me në fakt. Edhe sot se si më shkoj mendja, duke shumë me shoqet, thash, okej, po kthej njërë tek Edeka, se atje zakonisht ka edhe gjeta tek Edeka. Se është supermarket më i madh dhe me dija që do gjeja. Mora 2 pako në fakt. Nejse, t'jenë aty se i bëjmë. Edhe pash, nuk është se ishin dhe shumë atë fet. Keni parasysh atë pjesën e ëmbëlsisë apo kështu, nuk është se e kishin shumë të lartë. Thash, gjithsesi, hajt për një herë, s'do na gjej në një gjë. Me qenë se kemi dhe bigun sot, unë këta do t'a bëj edhe do t'a fus në frigorifer dhe do t'a konsumojmë në dark, po mendoj. Okej, edhe kjo u bë. Tani, unë do t'i shkërmojsh edhe gjysmë biskote, si që kam shkërmojshur kësaj sipër, që duket pak më lezetshëm, jo. Mos duket kaq kështu. Pris t'i hedh edhe zojit, t'i hedhim edhe zojit, motrës zemrës time. T'i hedh 2 zojit, 2 biskota. Okej, ja dhe zojit tu, do vdes mami. Edhe pak kosi për zojit. Dhe jo jap ma vonë zojit. Zojit ja jap më përpara, se zojit normalisht fle më shpejt se neve. Edhe kështu goca. Dhe sot se s'ju tregova fare, më falni për zhurmën, se s'ju tregova fare se çfarë bëm. Shkuam pim një kafe, pastaj nga kafja
dolëm një xhiro, nuk po binte shi, ishte koha pa shi, vrejnë të rësh, por pa shi. Edhe kur mbarova unë xhiro flas në qendrën tregtare, që vajta tek Edeka, te Tike Maxi, te DM, këto dyqane domethënë. Po ja fillon të shiu, por shqyr që po vinte Iliri, kishte mbaru punë ande nga kishte qenë, dhe erdhi na mori. Ti shkërmojshim dhe pak zojt, ja bëjmë njësoj. Zemra ime vogël, e ka zënë gjumi tull, e ka zënë me një herë e zuri. Normale, u loth. Unë pres edhe një pako sot, goca. Edhe më ka ardhe edhe dje, apo par dje një pako tjetër që s'u kam treguar, që më kanë ardhur 2-3 gjërat vogla. Në fakt janë bluze, kështu të holla për kohën që shpresojmë të visa më shpejt që të ngrofet. Njërën e pata veshur dje, nuk e di kush më ka në Instagram, apo edhe në TikTok, që kam bërë video, po e kam hedhur dhe këtu. Kam vesh të zezën, ata që më thanë gocat. Do me thënë ato janë që më kanë ardhur në 3 ngjyra, unë i pres dhe në 3 ngjyra të tjera, dhe shpresoj që mos të kem porosit një 3 ngjyrë. S'ka problem, gjithsesi edhe nëse mund t'ja jap motrës. Ja ku i kemi gati. Këto janë të tonat, dhe kjo është e Zojit mami. Do t'i fusim në frigorifer, edhe do t'i la aty deri në darket. Zoj normalisht përpara darket do ja jap, do haj buk ajo një herë, do me thënë do haj njërë darkën, pastaj këto. Ose ta shoh, por gjithsesi ja bëra. Tani do i fus në frigorifer, edhe duhet të vazhdoj të sistemoj këtu, sepse kam akoma gjëra për të rregulluar në shtëpi, domethënë, do sistemoj shtëpinë. E kështu. Hej goca. Unë e mora këta, shikojni, kosin që bëra. Këto biskotat janë zbutur goxha, me thënë drejtën, se unë nuk du që të kaloj orën 5. Gjithmonë mundojmë që ta mbyll darkën, edhe në 6, por sot dua ta mbyll pak më herët. Edhe thash ta provojmë këtë kosin me biskotat që bëra. Dhe nuk është një gjë wow. Nuk e di. Se kam parë shumë, për shembull në TikTok, që më kanë dalë gocat, që e kam provuar edhe si ju duket. Ndoshta, po t'i hidhje dhe atë kremin Lotus që ka dalë, mbase bëhet më e ëmbël, po dhe ai shumë të ëmbël, nuk e skepse e do mendoj unë. Kaq është perfekte, do me thënë që nuk ndjehet ëmbëlsia shumë nga kosi. Dhe për snack kështu, e ha. Ose kur shkon mendja që të hash diçka të ëmbël, sa për ta kaluar çik atë. Por jo ndonjë gjë wow. Ose duhet i fusja pak më shumë biskota, po prap mirë, nuk është se i hodha aq pak. Ja. Gjithsesi, më shkruani nëse ju e keni provuar këtë. Goca, përshëndetje. Besoj se duke sa ko e bukur që ka dalë. Që është. Si që thash, ka dalë dielli këtu. Jam shumë e lodhur nga këmbët një herë. O sa po më dhëmbi, nuk jam ullur fare. Që kur kemi ardhur në shtëpi, jam ullur fare. Sepse jo bëra për të ngrënë, jo Zojit po i bëj një supë, edhe jam kështu, shikoni se jam ullur. Mu fri barku nga që hëngra. Këto romoja të mos e vini re, se do t'i rregulloj, po janë robi për të hekurosur, se sa i mblodha. Tani, do ju tregoj se çfarë kemi marrë sot, që dolëm me Zojin. Edhe po mendoj që të dalë prapë, me që se kemi diell, ta nxjerr këte nga parku Zojin, të parku që kemi këtu të shtëpia, me që se kemi kohën e mirë, se nuk dolëm në park. Tani, ne dolëm andej edhe shkuam tek të përdorurat, kemi shku në 2 dyqane.
të përdorurash. Tek dyqani i parë shkuam dhe gjetëm këto, shikoni pak. Oj, marrova mas tyre, shikojni pak, moj, oj goca. Shifini, o zot, kur t'ja hap byqën fare unë asaj që do t'i veshi kjo gjera. Me zi për pres. Këto. Këta lodrën. Këta kështu. Këse dhe pa edhe e pëlqeu dhe... Edhe këta më duket atje, po. Edhe këta kapuqi, po, që nuk është e trash, për këtë kohën që vjen tani, do më thënë që nuk është aq ftohtë. Ta lexoj me suçu kjo se t'ju tregoj shpejt se s'kam shumë gjëra. Këta i morëm në një dyqan, pastaj shkuam tek një tjetër, kemi marrë një lodër që se di ku e futizoi tani. Këta ja dha ajo atje që shiste dhe ka marrë këto që janë si streqe. Në fakt që nga të trasha këto, tani i vura reun, okej. Mirë, shumë. Shikojni edhe, janë me zemra, vese si kuptoni. Dhe një palë gjinse tjera, po shikoni pak sa të bukura që janë, o zot, nuk e di, marova. Këto i mora, u quzoj tani, është që në kam, unë do shkoj dhe do dalë. Gjithashtu mora dhe këtë shampon tek DM-ja për zbokth, se unë jam njëri që nuk mund të ndroj shampo, nëse ndroj shampo më bëhet direkt zbokth dhe unë përdor këta. Kjo është ajo që më ka shpëtuar jetën. Përveç faktit që gjithmonë kur e lyej flokun, me çado lloj boje që unë e lyej flokun, mbas një larje do me thënë, mua më sikur më ripet ajo lëkura, nuk e di, më del si zbokth, po është si copa të vogla. Gjithmonë bëhet kjo gjë, te larja e dytë, sidomos, do me thënë, mas larjes kështu, që e thaj flokun, dalin ato. Pastaj përdor këta unë dhe jam okej në larjet e tjera. Dhe ka marrë këta. Këto morëm neve, s'morëm gjë tjetër. Se ti ke tani se u çu kjo edhe. Ora është 3:25, jo. 4:25. Pres një porosi, duhet shikoj kur vjen ajo dhe do dalim. Ej goca, ne ishim të parku, unë harrova të filmoja. Kam filmuar shumë për TikTok, gjithsesi. Jo mama. Ta lë këtu mami se do i tregoj gocave se që na kanë ardhur mirë, ti rri aty. Edhe po thoja që nuk ju mora dot. Gjithsesi tani më erdhi një pako dhe do ta hapim bashk. Do ta hap unë domethënë. Me Zojin këtu bashk. Dale ta ul pa kamerën kështu. Ul mirë. Pse s'ulet mirë? Ulë më. Nejse, ta hapim. Çka ka lu? Edhe kjo gëzon për porositë mia. Ujse të ta hak të gojën tate unë mëj. Gëzon për më, mëj të që gëzon kështu të më. Adeshqym. Më. O që në ka ardhur ne. Yes, Zoji. Pas si ato trikot. Si këto trikot goca që janë kështu. Janë për kur të ngroj koha tani, kam marrë tani, okej, zeza i bie që ishte kudo, kështu që më duhet ta merja prapë dhe një zez. Nejse. Janë kështu bazike. Qa masë i kisha marrë në këto? Uroj t'i ke marrë dhe këto lëja, se këto nuk janë shumë kështu elastike. Lëja është super. Dhe janë shumë të mira. Janë kështu bazike që i vesh me qatë të duash këto. Kam ngjyrë të zezë, është dhe kjo si ngjyrë tulle, kështu kafe. Kam edhe 3 të tjera që e kam roz, ngjyrë gri edhe prapë të zezë. E zeza me sa kam vërë në reon të këto, është kudo do me thënë, në çdo kombinim. Në çdo kombinim flas në çdo set tyre, tash di si ta them. Gjithsesi, më pëlqejnë. Kështu që nëse ndalin prap, e di se çan ngjyra s'do marr, se nuk po. Prap këto janë bluze bazike. Po këto janë pak më ndryshe, nuk e di, unë jam shumë e fiksuar me këto kështu. Ose i dua të thjeshta të gjëra, ose i dua pak të ngushta, po prap të thjeshta. Nuk jam shumë, nuk guxoj shumë kështu. Kjo është, shikoje? Okej, është ndryshon pak të pjesa këtu e jakës, këto janë si më të hapura, këto janë si më të mbyllura. Por materiali që ka i njëjtë.
Dhe, edhe ndryshon këtu, që është si me lastik, këtu. Edhe këto më duket Leja i ka marrë, sepse e mendova se këto që janë paka shumë kështu që sidomos të me lastik njëherë, thash më mirë të më rri pak e madhe, jo shumë, se të rri që kështu si e gjërë dhe jo mos më rri shumë bas trupit, edhe pse ato ashtu do më rrinë, se sa të më rri mos më bëj me pak fjalë. Si kjo ngjyra, nuk kam, kjo me këta është paka shumë njësoj, vetëm se ndryshon edhe të zezë edhe këtu. Mirë, nejse, mirë, jo keq. Më pëlqejnë, edhe materiali nuk është që keq shumë, sinqerisht po sa. Është material shumë i butë. Unë po i pus kështu si Roma për Toma se do t'i rregulloj prapë. Dhe s'ka gjë më. Ky është një fustan. Duket se është për në verë ky. Mama, më qenë se më doli si opcion, se akoma e kam nga që kam granë edhe jam si e fryme. Thash, po i porosis, ta kem. Dhe shikoni pak sa i bukur është ky fustani, sportiv. Nuk është edhe shumë i gjatë, por është në këta gjatët që mund të më rri si tërqereksh. Sa i bukur. Edhe në trup besoj se do duket bukur. Materiali nuk mund të them që është nga më i miri, por da lezoj mami. Sa për ta mbajtur, sa për ta mbajtur. Ej, Zoj. Rri këtu. Okej. Këto ma jordën sot. Nice. Tani do t'i fusim branda në qese aty ku ishim për t'i bërë reklam. Kush po më merë mua? Dale mama. Për t'i bërë reklamë. Përshëndetje goca. Përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Po me mama. Sot kemi sërish diell, edhe ne me Zojin po dalim te parku. Se dje dolëm pas dite edhe ishte pak freskët me thënë drejtën, frynte pak, ndërsa tani është shumë më mirë. Para dite, në fakt këtu në Gjermani mbas dite, mbas orës 12 është që fillon që bën goxha vap, por era dje frynte edhe normalisht e bënte çik kështu që t'ishte edhe freskët. Gjithsesi, ne po dalim tani me qenë se erë nuk ka, edhe është më mirë, diell ka. Edhe kështu dalim, shfrytëzojmë kohën. Gjellën e bëra, është gati për në drek. Kam bërë gjell me patate. Edhe morëm na i frut me vete me Zojin, moll rrush, që ndoshta do të dojtë haj diçka. Në fakt unë ushqeva përpara Zojin, i dhash pak për të ngrënë. Normale. Dhe tani uroj që mos jetë shumë balt, sepse dje vura re mbas dite kur dolëm, që bari ishte i njom dhe kishte goxha balt. Halo. Edhe rëra aty te pjesa ku luajnë fëmijët ishte i njom. Uroj që sot mos tjetë, që ta le që gëzojnë aty që të luaj zemra ime. Knaqet kjo. Ku po ikim ne me mama? Dhe ikim të bebat? Zoj, dhe ikim të bebat me dashëri. Është kurioze për çdo gjë tani. Më tregon gjëra. Do t'i di qa janë. Më jeta ime. Tin. Shpirë. O ti ho mami të kamat e vogla. Kama Zojtë. Kama Zojtë. Senta mos mami. Hej goca. Kemi ardhur në shtëpi. Jam bërë pak minjolla. Se i dhash Zojt për të ngrënë. Erdhëm në shtëpi, e lava Zojin,
I dash për të ngrënë, tani është në gjumë, ka pak që është në gjumë. Bëra gati për Ilirin drekën. Jo se do haj në një gjë veçantë tjetër, gjellën do haj që kam bërë, por shtova një dy gjëra tjera. Lart janë duke bërë zhurëm, edhe mua po macarojnë nervat, nuk e di. Sot i math, nuk e di. Nejse, se s'du. Më ka ardhur një pako dhe thash ta hap këtu me ju të parat. Që ta shohim goca, edhe është shkoj mirë akoma, është diell akoma, unë nuk besoj se do dalë me. Njerë po mendoja si kur të dilja prap, po thash, ok, unë e lava Zojin, tani nuk ja vlen që të dalë edhe një herë. Plus, si kur do... Nuk do kishte me diell, po paska. Qa e këto? Qa është? Këto janë buskuqa mat. Janë buskuqa mat këto. Nejse, do t'i hap në TikTok, me qenë se du që ta bëj të duket sa më real, në fakt, që ta shikoj me ato. Çfarë më erdhi? Okej. Po des, kanë lodra për Zoj, normalisht. Po zot, si është mbushur këtu te shtëpia ime, goca. Edhe pse disa lodra i kam hequr, që mos janë nxjerr të gjitha, mas një farë kohe kismet më vonë, do ja hap lodrat. Këto janë kështu që i vendos këto si mas ngjyrës. Për zhvillimin e fëmijës. Ja. Kështu. Shikoni, sa të lezetshme që janë. Janë shumë të lezetshme. I ve kështu, presni të tregoj me qenë se i hapa. Këta e manë kështu, dhe i ve këtu Zoj. Pasaj këtu të ves tjetrën. Ok. Nice. Bukra. Ta fusim këtu, edhe që ta tregoj edhe gocave që kam në normalisht në TikTok, se do t'ja bëj reklamën, po një, se ngell ka një kështu. Nejse. Shohim. Këto. Kjo që do bëjë një tjetër pako mua, që do jetë ajo, se si majmën. Pas kanë ardhur dhe këto kostumet e gjumit, ose kostum shtëpije, thoshta. Ty që mund mbajnë dhe në shtëpi, se kanë filluar gocat me gjykojnë në TikTok, thonë që me pijama ti gatuan, e gjëra tjera. Nuk e di, do me thënë, tani... Nejse, s'po flasë më mirë. Nuk po flasë më mirë. Okej. Se ka futur kështu, ta? Pesë një. Oje, më duke se... E mira do ishte që mos t'ja aprishja paketimin këtyre, që t'i hap direkte në TikTok. Do e tregoj vetëm këtë të zezën, dhe edhe tutat kështu janë, thjeshta, nuk është se kam ndonjë ndryshim. Boca, ja. Osa e mi që qenë ka kjo. Qenë kanë të plot, do me thënë janë pak të i dukshme, po qenë kanë... Nuk qenë ka material shumë i keq, dale? Shikoni? Me këto unë tani mund të rri edhe në shtëpi që mos më gjykojnë gocat. Ndërsa grija është me të zezë, ndërsa tutat i kanë thjesht të zeza. Edhe me viza këtu poshtë. Me vizë të bardhë. I keni parasysh ju se si janë, nuk është se kanë ndonjë gjë kështu. Por thash ta hap në atje, siç duhet për ta hapur kështu. Okej. Ua,
sa po macaroj nervat ata lartë, sa zhurëm që bëjnë, morë sot nuk e di. Se si ecin nuk e di. Nice. Këto ishin goca. Kur të vite porosia tjetër mbas dite, nuk e di se çfarë do më vijë, me thënë drejtën, se kam vënë re mirë. Nëse nuk harroj do ua tregoj. Po juve si ju kam tregu këto, ona, apo tregova këto bluzat bazike. S'po maj mend. I kam këtu. Po me ju kam treguar juve. Gjithsesi. Po e beve njerë zemrën gur. Po a tregoj, nëse va kam treguar njerë, na falni, por se di. Këto janë ato bluzet që më kanë ardhur pardje, janë bluze bazike, dhe këto janë me lastik këtu, kam një ngjyrë, kaf, një ngjyrë të zezë, dhe këtë ngjyrën tjetër, 3 ngjyra. Pastaj, kam edhe këto baziket kështu, që më kanë ardhur, që i kam edhe ngjyrë tjetër. Kam të zezë, kam roz, kam edhe grim, kanë ardhur edhe kjo ngjyra ushtarake, kjo ngjyra kafe sërish dhe sërish e zezë. Zeza ishte kudo, kështu që nëse porosisja ngjyra tjera, zezën e kisha aty kudo. Dhe këto janë goca. Tani duhet i sistemoj sepse po pres që të vinë edhe njerëz. Do vi shoku i lirit. Gjithsesi, do shifemi. Goca, po ua tregoj edhe jastikun që mora, që thash. Ky është, se përpara se të harroj, sidomos sot me këto nervat e këtë mërzitjen që më ka kap kështu, shikoni pak se si është. Këtu është, kjo pjesa është si grop këtu, nga që këtu do vendoset koka e fëmijës, edhe nuk e di, është kaq i mirë sa se keni iden. Prisni t'ua tregoj se si duket këtej. Shikoni pak, është me vrima ku fëmia nuk mund të nuk dirësit, dhe është hipoalergjik, si që thash, është goxha e madhe, nuk është 30 cm, më duket ishte, nuk e maj mend mirë tani, dhe kështu, është super e mirë. Uroj që Zoi të fleri rahat këtu, ta mbaj rreth parë, sa ajo nuk fle, nga që Zoi fle edhe përmbys me thënë drejtën, por uroj që fleri tani. Shiko si që ka dhe këtu që ka kështu si grop, nga që nëse fëmia për shembull vjen fle këtu dhe kokën këtu, e ka të sigurt, shikoni, edhe këtu. Shefni jove, tani e zbulova unë këtë. Shumë i mirë. Mirë që ka dhe këtë lartë, klefin, se nuk e di se që si duhet me i bëj një klef kështu fix. Shof, nejse, do shof një herë, për që për momentin këtë të mbaj. Shumë i mirë, shumë i mirë. Nëse do një goca ju që jetoni këtu në Gjermani, hyni tek profili im i TikTokut, edhe atje e keni të vendosur linkun ku është shkruar emri im, nëse futeni te profili im, te kjo video ku tregoj këta, është një shport portokalli, aty hyni dhe e shikoni. Edhe e porosisni se vërtet që ja vlen, sinqerisht do a them.